probleme kryesisht në mbrojtje. Këto ushtohen edhe probleme që ka pasur Kumbulla me Ismailin. Sa të vështirë bën kjo, duke ditur që përballemi me një nga ekipet të mësuar më të mira të Europës. This campaign started with problems already in the defense, including here also Ismaili and Kumbulla's problems. How difficult is it to handle a team like England that is worldly known for its attack? Listen, it's true we have some a small problem with Ismaili, even Kumbulla during the week. In this afternoon we have training session, 1 hour. It's not too much, but we have to check the players when you come back to the hotel, talk to them tonight, maybe tomorrow morning even we have a time. Of course, we've got Ayeti and Mihai as well, 2 central backs more. So we're going to decide it tomorrow during the day. Po, e vërtet kemi pasur probleme të vogla përgjatë javës, ndërkohë që pas ditën e sotme do të kemi edhe stërvitjen zyrtare të fundit, pas të cilës do të arrijmë të vlerësojmë lojtarët, edhe ndoshta edhe nesër do të kemi akoma hapësirë për të bërë vlerësime, por ndërkohë mos harrojmë që kemi opsione të tjera si Ajeti, Mihaj, edhe do të arrijmë të marrim një vendim ditën e nesërme. Edhe koha e përgatitjes ka qenë e vogël, duke ditur se keni pak 3-4 ditë. Edhe pauza që nga grumëllimi I fundit është 4 mujore. A mjafton kjo për të përballuar Anglinë? Time to prepare was very short, 3-4 days, and also there's been like 4 months without meeting together, the whole team. Is it enough to prepare to face England? Should be enough. We discussed in a meeting with FIFA 2 months ago. Had about a lot of coach, so yeah, it's true, it's difficult to work. We've got a small time, and also between the matches, we've got 2 matches in 3 days, so we have to manage both of them, and for us it's going to be really important. Of course, it's very important. We are thinking about both match, and also the last 2-3 days we're just thinking about England, even tomorrow, so it's going to be hard. We had no time anymore. We have to use a lot of videos, talk to the players, defensive players, offensive players, because you have no time to go to the pitch, to have big sessions, spend a lot of time, even because, once again, a lot of players come a bit tired. I'm not talking about Albania, I'm talking about every single national team. So you have to understand the way that you work when you are a coach with the national team. So we have nothing to complain. We are prepared, as I said before, 1 more training session. Tomorrow we're gonna choose the 11 players to start the game. It's a very nice game, tough game, difficult game, but we are prepared. Do të jetë një ndeshje e vështirë, por në të njëjtën kohë dhe shumë e këndshme. E vërtetë është që nuk kemi shumë kohë për të përgatitur, por besoj që kjo kohë duhet mjaftoj për të përgatitur për një ndeshje të tillë. Kemi diskutuar këtë gjë edhe në një takim mes trajnerësh në FIFA, edhe sa e vështirë është të jesh trajner i një kombëtare, duke qenë se ke shumë pak kohë, ke 2 ndeshje në 3 ditë, ndërkohë që duhet i menaxhosh të dyja ndeshjet, mos harrojmë që kemi edhe një ndeshje tjetër ndaj Andorrës. Por kjo është ndeshja e parë e rëndësishme. Këto 2-3 ditët e fundit kemi menduar vetëm për Anglinë. Do të jetë e vështirë sepse nuk ka mjaftuar shumë kohë, ne do të preferonim të kishim kohë për të bërë një stërvitje shumë të gjatë, kemi mundësi por kemi përdorur video, diskutime her pas hershme me lojtarët. Duhet mos harrojmë edhe një detaj tjetër që lojtarët vinë shpesh herë të lodhur, jo vetëm lojtarët e Shqipërisë, por të gjitha kombëtarëve, duke qenë se kanë sezone të gjata, por nuk duhet ankohemi. Sot do të zhvillojmë stërvitjen e fundit, edhe nesër do të vendosim për 11-shën e formacionit. Tuchel ju e njihni pasi jeni përballur me të si trajner në Francë. Sa ndryshon tani kur përballeni me kombëtare, aq më shumë kur ai debuton në stolin e Anglisë. Dhe sa të vështirë bën për ju? You know Tuchel since you faced him in France, and how different is now that you face each other as national team coaches, and also since it's his debut as a coach? Listen, we studied him even the England national team. So I
starts his work. We know the way that he likes to play. He has got a lot of good players in hand as well. But to be honest, everything is clear for them, for us. So you had to go out tomorrow and play 90 minutes, try to enjoy, take a responsibility as well. So we understand that it's going to be really tough. We are facing one of the best national teams. I love the war. I'm absolutely sure of what I'm saying. But as I said before, we are prepared. And football is unbelievable. In 90 minutes can happen everything. Futbolli është i pabesueshëm dhe në fakt në 90 minuta mund të ndodhë çdo gjë. Sigurisht ne kemi studiuar Tuchel, po ashtu edhe ekipin anglez. E dim se si ai i pëlqen të luaj futboll. Për të mos harruar që ka edhe lojtarë shumë të mirë në përbërje, por besoj se për të dyja ekipet çdo gjë është shumë e qartë. Janë 90 minuta të gjata për të shijuar, për të marrë përgjegjësi, por ndërkohë duke edhe respektuar sepse është një nga ekipet më të mira në botë. Por ne jemi të përqendruar dhe të përgatitur. Ulsi. Atëherë, përshëndetje mister. Përshëndetje. Atëherë, për sa përket ndoshta në ndeshjet e mëparshme keni pas përdorur pothuajse të njëjtën skem, për sa përket ndeshjes së nesërme, do ndryshoni diçka? Duke ditur pra që edhe stadiumi nesër do të jetë plot, po ashtu edhe Tuchel debuton në stolin e Anglisë, mendoj që presioni do të jetë goxha i madh. It is to be expected that there's going to be a lot of Albanian fans in the stadium, and also the stadium will be plenty. Also, it's his debut as a coach for Tuchel. How do you feel the pressure in this case, and how is it going to be our system of game different from what we've played until now? So, përshëndetje. How about the coach? Thomas Tuchel is a good coach. He's young, but he's a winner. A lot of energy, and it doesn't matter if you're gonna play 3 or 4 in the back. We expected something, but we're not talking about too much. But the players move in the pitch. That's very important, and also we don't care about the system. We're talking about the players. They've got great players outside of the pitch. 1 against 1 is really tough, difficult. Good players, strong players inside, physical players, box to box, even high quality. So they've got a great side. We are expecting, but you have to try to do something special. To work in the defensive part, but even in the offensive part as well. It's going to be important for us. Try to do something really special. Put them in trouble. Of course, it's difficult, I know it, but we have to try, have to do something. So, face him is going to be a challenger, difficult, but at the same time, hope to join, because this is stadium, England national team, so we are talking about a history. Tuchel është një trajner I mirë, është I ri, po në të njëjtën kohë dhe fitues dhe ka shumë energji. Nuk ka rëndësi se si do të luaj, mund të luaj me 3, me 4 mbrojtës, sepse janë lojtarë të cilët lëvizin në fushë. Sistemi nuk ka aq shumë rëndësi. Ata janë një ekip I fortë që kanë lojtarë të fortë me shumë cilësi fizike, cilësi të lartë teknike, luajnë mirë 1 kundër 1. Ne do të tentojmë të bëjmë diçka të veçantë. Sigurisht që kemi punuar në aspektin defensiv edhe ofensiv të sulmit dhe të mbrojtjes, do mundohemi patjetër të tentojmë të bëjmë diçka të veçantë në aspektin e sulmit. Është ndeshja e parë, është sfiduese, është e vështirë, por le ta shijojmë sepse jemi një nga stadiumet më të bukura në botë dhe është momenti për ta shijuar. Silvino, you're well known over here in England for your time at Arsenal. Welcome back. Thank you. As is your assistant Pablo Zabaleta from his time at Man City. How much does your understanding, both of you, of English football come into this game? How useful is it going to be? Ju jeni njohur në Angli, duke që se keni luajtur për Arsenalin, po ashtu edhe asistenti juaj Zabaleta me Cityn. Sa e kuptoni ju, nisur nga kjo eksperiencë, futbollin anglez?
Yeah, it's true. I joined the English football a long time ago. It was old Highbury. It's amazing, unbelievable. Zabaleta recently, and Manchester City, West Ham. So he spent 10 years about his life in England. So we understand the pace of the Premier League, the way that you like to play. It's very hard, one of the hardest league all over the world. The player there used to work every single day in a high level. So doing really well. And of course, when you're talking about the national team, you've got a lot of good players as well. Good pace, good quality. Yeah, you have to do something. You cannot compete, to be honest. When you have to choose, make some choose during the game. I'm talking about strategy of the game. As I told you before, we have to attack him. You have to do something. Yeah, you are trying. At least you have to try. You cannot play box to box. I'm talking about Albania national team. A lot of national team cannot play against England's national team in box to box. Your pace is completely different. So you understand that. You try to talk to the players. As I told you before, you are using a lot of videos. Talk to the players, and also we are prepared. We're prepared to go out tomorrow and play 90 minutes. Po, kam luajtur në Angli kohë më parë. Zabaleta akoma dhe më vitet e fundit ka kaluar rreth 10 vite të jetës së tij në Angli. E kuptojmë ritmin e lartë që ka kampionati anglez, është edhe e vështirë sepse është nga ligat më të forta dhe më të vështira të botës, luan në nivele shumë të larta. Ndërkohë për sa i përket ekipit kombëtar, ka lojtarë shumë të mirë me shumë cilësi, edhe tu nuk flasim dot për një lloj konkurrence, por gjithsesi ne duhet të tentojmë të punojmë në lidhje me sulmin ton, sepse me një ekip si Anglia nuk mund të luash port më port, pra duhet të krijosh një lloj strategjie, edhe sepse ritmi është shumë i ndryshëm, kështu që ne kemi punuar, kemi komunikuar me lojtarët, kemi përdorur dhe video dhe jemi përgatitur për 90 minutat nesër. And as you mentioned, England have got a lot of great players, but I just wanted to ask about one in particular, if I may, because you were an Arsenal left-back. Miles Lewis-Skelly has come into the England squad for the first time. He's very young, but he may get his Arsenal. For Arsenal. Yeah, he may get his debut tomorrow, perhaps. What do you like about his game? What have you been impressed by his rise? Duke qenë se juve njihni po prap rikthehem tek lidhja juaj me Arsenalin, një nga lojtarët Lewis Skelly, i cili është thirrur për herë të parë me ekipin, edhe si të duket, çfarë të ka impresionuar nga performancat e tij? Lisa, when you're talking about, he's a good player as well. Yeah, he's good. He's a good one. No, it's okay. He's a good one. I like it. I love it when some young players come to the national team or start playing in a team as Arsenal. So he's unbelievable. He's nice. Remember, long time ago. He's a good one. But when you're talking about Arsenal, give me a chance to talking about his congratulations for Arteta. He's playing a great football. A lot of good players, strategy, set pieces. I enjoy to see Arsenal playing football. Congratulations for the work that they are doing. And also it's true, yeah, some memories about old Highbury when I was 22, 23 years old. He's a good one. He's a good player. It's a great future. Është një lojtar i mirë, mendoj që ka një të ardhme shumë të mirë, është kënaqësi kur shikon lojtarë të rinj të cilët fillojnë të luajnë, thirren në kombëtar ose fillojnë të luajnë në një ekip si në rastin e Arsenalit, duhet të auroj Artetën si trajner, ka lojtarë shumë të mirë, ne shijoj shumë punën që ata bëjnë edhe shijoj futbollin që ata bëjnë. Kedi. Tash në kuadrin e një batute, a mund të jetë Silvina një Christopher Colombo për shqiptarët që të zbulojë Amerikën? Can Coach Silvino be like a Christopher Columbus for Albanians and discover America? I think we have no time to press conference anymore. Yes. No, we are working together. As I told you, man, 2 years ago, we had not different way. We have to play with our heart and soul. You've got just one way. When you talk about Albania national team, we're going to fight for every single point. We are going to fight for every single yard in the pitch.
That's the way that you have to play. We've got a lot of good players as well, physical players, experienced players, but cannot miss that part. It's very important for our country, for our people, so heart and soul. Duhet të punojmë shumë, duhet të lëmë zemrën edhe shpirtin në fushë. Ka vetëm një rrugë, duhet të luftojmë për çdo pikë. Çdo metër në fushë është i rëndësishëm. Ne kemi lojtarë të mirë nga aspekti fizik edhe me eksperiencë, duhet të luftojmë që të ecim përpara. Thank you very much. Yes, one final question. Yeah, you'll know, Silvino, because you've lived here, about what all of the agonies England football supporters have gone on through over the years, because it's been such a long time since England has actually won anything. You know, all of the other big countries, Brazil, whoever you name it, they've all won things. Even today, Thomas Tuchel was talking about how England need to play without fear, need to play to win, not trying not to lose, which is a reflection on the Euros last summer. What are England lacking? Why? Ka histori të shumta për agoninë e tifozëve anglez, të cilët presin që më në fund të fitoj ekipi i tyre të fitojë diçka. Madje edhe në konferencën e sotme për shtyp të Tuchel, ai tha që Anglia do të mësoj të luaj pa frikë dhe të mos luaj me frikën për të humbur, por për të fituar. Edhe çfarë mendoni ju se i mungon Anglisë për të arritur? It's a very tough question. I always respect the England national team. I remember it was 2000-2001. I played a game in Wembley, old Wembley, against England national team. I was, of course, from Brazil. It was 1-1. Unbelievable atmosphere. So I always respect the English football, English players, the performance of the England national team in the Euro, World Cups. Unfortunately, maybe in the finals, it's not great results, but I don't know. Football is football. Sometimes you have not answer, but I'm absolutely sure we've got a lot of good players along the way, and good coach as well, and great history. Është një pyetje e vështirë, unë respektoj shumë ekipin anglez, më kujtohet në vitet 2000-2001 një ndeshje mes Brazilit edhe Anglisë, 1-1 këtu në Wembley, një atmosferë fantastike të tifozëve. Është vërtet që i ka munguar një lloj performance e mirë në finale Anglisë në këto kohë të fundit, por kemi parë performanca shumë të mira në Europian edhe në botror. Për futbolli është i tillë, mendoj që keni lojtarë shumë të mirë edhe perspektivë për të fituar, por që futbolli është një lojë e tillë. Okay. Thank you very much. Ju falenderit shumë, kjo ishte pyetja e fundit dhe gjithë të mira. Thank you very much for your attendance and goodbye. Thank you.